prit një minut. Çfarë arrogancë është kjo? Nuk mund të thuash të duash dhe të ikësh. E pse jo? Kjo bisedë mbaroi. Jo, nuk mbaroi. Më ke keq kuptuar dhe ke filluar të mendosh gjëra kot. Mendove se unë të dua ty, por nuk është ashtu. Pastaj, ç'më intereson mua e dashura jote? Ç'më intereson? Shko dhe duaj këtë duash. As që më bëhet vonë. Edhe sikur të ishe njeriu i fundit në botë, prap nuk do të shikoj aty. A kuptova? Domethënë ndjenjat tona që kanë të ndërsjella. Mirë. Edhe unë ashtu mendoj. Shumë mirë. Super na qenë ka. Berqini, Tariku. Ku është kjo grua tani? Uf! Ku po e fsheh këtë ndyrësirën tënde? Unë e kam dashur shumë. Edhe ajo më ka dashur dikur. E atëherë përse u martove me Sibelin Tarëk? Nëna ime. S'kisha zgjidhje tjetër. I humba gjurmat e gruas që dashuroja. Edhe nëna ime dinte shumë mirë ta përdorte smundjen e saj. Si do të jetë ajo që ke bërë nuk është e drejtë. Ti dhe Sibeli jeni të martuar dhe keni një vajzë. Zhuli dhe unë s'kam bërë asgjë të gabuar. Nuk e kam tradhtuar Sibelin. Përveç atij takimit pa fat me Hedien, mes nesh s'ka ndodhur asgjë, të betohem Zhulide. Zhulide, më beso? Nuk ndryshon asgjë nëse unë të besoj apo jo. Sibeli dyshon se po e tradhton atë. E imagjinon çfarë do të kishte ndodhur nëse Sibeli ju shihte dhe jo unë në ato kafene? Për një grua nuk ka gjë më të dhimbshme se sa të tradhtohet, më beso. Më beso mua. As unë nuk dua që Sibeli të lëndohet. Kanë kaluar vite që ajo histori ka përfunduar. Atëherë do të qëndrosh larg zonjës Hedie. Dhe të lutem hiq atë fotografi, të lutem. Të lutem ty. Ai, ndoshta nuk duhet ja hidhja Aslës, do t'i ftohet tani. Kur thot që nuk do të vënohet, zakonisht nuk vënohet, por e di që kur kemi ardhur këtu i ka ndryshuar sjelljet. Aslë? Mosval ka shkuar të flas me Ozanin? Kështu tha, por kur iku ishte mirë, nuk ishte asgjë. Hedie, vajzë mos ka diçka mes këtyre dyve? Oh, man, më motra Nuran, çfarë po thua? Vetëm kjo na mungon të tani. Jo, vajza ime nuk bën gjëra të tilla. E po nuk i dihet, motër, si arri dhe baruti. Shikoje vajzën time, po të mos na kishte treguar as nuk do ta merrnim vesh. Me çfarë shoqërie po rrin ajo dhe ne nuk dinim asgjë. Çfarë do të bëjmë ne me këto vajza me motër? Nuk e di, për zotin nuk e di. Pra, kam frikë se mos të hatin e zë zemra tani. Ai ka thënë 50 herë, vajzë mos na turpro. Shiko çfarë ka bërë. E lyl,
Baba, të lutem më dëgjo, të lutem. Shiko, ti më keq kuptove mua, unë e përqafova vetëm nga gëzimi ashtu. Baba, të lutem më dëgjo. Shiko, unë kam fituar një bursë. Jazi më ndihmoj për provimin dhe faltia dola. Pastaj kur mora lajmin e mirë, nuk dija se çfarë të bëja. Shiko, të lutem më fal, baba. Ec, do të më tregosh në shtëpi. Baba, të lutem mos u zemëro. Nuk kam bërë asgjë të keqe, të betohem. Ec! Shko çfarë ka bërë ai paftyrë. Pas ka gjetur avokat përsëri. Deri dje hante buk nga fabrika ime. Her makina që nga prishur, her krau që nga dëmtuar. Mos më thënë Adnan, nëse u jap qoftë edhe 100 dark. Sa të vllyqur janë këtë. Adnan mos më quajnë mua nëse ju jap. Vetëm nga inati. S'ka dëm shpërblim. Baba, të lutem prit. Hajde, sikur të mos kishim mjaft halle me dole edhe ti tani. I telefonove Jazit. Do e lemrë? Jo, mos i telefono, do ta marr vet. Për shkak të këtij gjyqi po bredhim vazhdimisht në Ankara. Fal Zotit, Jaizi im është këtu. Të çmallem pak me ta. Gjej një hotel për sonte. Të mos u aprishim rehatin fëmijëve. Vajza ime? Çfarë ke, nuk do të më tregosh? Nuk kam asgjë nën? Mirë jam. Mos u mundo kot. E kuptoj unë. E kuptoj edhe nga dridhja e çerpikëve të tu. Ka diçka, më thuaj. Asla? Mos ka ndonjë gjë mes te edhe ati djalit Ozanit? Nuk ka asgjë në shpirt? Nga të erdhi kjo ide? Atëherë pse ky djalë të vjen pas gjithë kohës? Ajo vajzë nuk jeti. Ajo jeton shumë larg për këte. Nuk e njeh. Mes nesh nuk ka asgjë. Dhe as nuk do ketë. Thjesht u mërzita nga diçka që tha. Në rregull. Shiko, unë të besoj ty, vajza ime. Por prap ri larg atij djali, në rregull? Sa herë ai është pranë teje ti futesh në telashe. Herë në spital, herë je në polici, herë gjen veten në balte në grop. Ke të drejtë në shpirt. Nuk do ta takoj më. Kështu të dua. Vajza ime zgjuar. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Sonte do marrim diçka prej jashtë. Mos u lodh me gatimin. Sa burr të kujdesshëm që kam unë. Po sikur ti porosisim diçka bershinet. Ndërsa ne të dalim të ham vetëm që të dy. Çfarë thua ti? Kam shumë flet provimesh për të kontrolluar, Sibel. Ta lëm për një herë tjetër. Sinqerisht unë si kam parë kur të mbarojnë ato fletë. Ozan? Mirë se erdhe bir, ullu në tavolin. Jo, nuk më hahet. Ju bëftë mirë. Me siguri ke uri bir, ta sill në dhomë po deshe? Nuk ka nevoj, nuk dua. Po mirë orë djallësh.
Kur do mësohesh të bindesh rregullave të kësaj shtëpie. Më thuaj kur? E çfarë the ti? Po them, kur do të mësohesh të hash me familjen tënde, zbashku. Mimtas, çfarë po bën? Kjo shtëpi ka rregulla, dhe Ozani i duhet t'i zbatojë si të gjithë. E kam gabim, Zhylide? Nën, e kujt është kjo shtëpi? E imja. Mund ta mësosh lirisht burin tënd se si duhet të sillet në shtëpinë time. E qartë? Mimtas, ti çfarë mendon se po bën? Sa po i zbusnim gjërat me djalin tim? Ti thua diçka për t'ia ngritur nervat. Nuk po na respekton si më të mëdhenj, Zhylide. Është i mërzitur? Të jesh i madh do të thotë t'ja rëndosh gjendjen apo ta pyesësh se çfarë ka? Mund të jetë i mërzitur ai, por nuk do e lejoj që t'ja prish qetësinë kësaj shtëpie. Mjaft, Mimtaz. Nëse dikush po ja prish qetësinë kësaj shtëpieje ti, mos ma mërzit më kot djalin. Të bëft mirë. Më duhet që ta heq qafe këtë djalë. Ne e dërgojmë vajzën tonë në punë? Baba, të betohem, unë nuk kam bërë asgjë. Nuk kam bërë asgjë të keqe, të betohem. Për më tepër edhe me një rrugaq. Nuk dihet a është mafioz apo bandit. Jazi nuk është mafioz, baba. Është student. Vëlla Këraj ju gënjeu juve. Pse duhet të gënjen të kota ai? E ka rrahur Korajin. Nga ideja, aja e ka parë me sytë e ti? Ajo është një djalë i varfër si ne. Nuk i bën keq askujt, baba. Daj shpirt. E Lyli po e thot të vërtetën. Edhe unë e një Jazin. Është në klasën tonë. Është shumë djali i mirë. Nuk do të bënte ndonjë gjë të tillë. Zemër mirë, eja mos u përziej ti. I mirë apo i keq, unë pash atë që pash. Këto gjëra nuk janë për ne. Tu japim njerëzve arsye të flasin? Po them që e përqafova sepse u gëzova. E përqafova sepse fitova bursën. Ti, në vend që t'jesh krenar për mua, dëgjoj se çfarë po më thua. Nëse do që të jem krenar për ty, atëherë që tani e tutje, ki kujdes. Mos qaj më. Kur t'i kaloj në ati dajës tim, do t'a kuptoj, do e shohësh. Dikush që ka mbushur mendjen ati, me siguri. Kur mendoj që Jazi është i keq, reagoj kështu. Pastaj, çfarë mafiozit që ka Jazi? Ashtu, unë e lasha të atje dhe ika. Mos është bërë merak për mua. Telefonoj edhe pyte? Sa shumë pas ka telefonuar. Më ka dërguar edhe shumë mesazhe. Hajde, telefonoj se nuk janë të tjerët. Thire. Eylül, a je mirë? Mirë jam. Ke qarë? Dukesh nga zëri. U zemrua baba yt? Po, u zemrua pak. Në rregull, mos u mërzit. Do t'i dal verbal. Do t'i them që është keq kuptim. Jo, Jaz, mos e bëj këtë. T'lutem mos bëj diçka të tillë. Nëse bëj gjithçka do të bëhet edhe më keq. Shiko, mos e bëj.
Po ne nuk bëm asgjë. Po për fakti që na pa ashtu nuk ishte mirë. I thash që e përqafova nga gëzimi, por nuk kupton. Eylül, Nëna ime po vjen, duhet ta mbyll. Eylül... Eylül. A ke fjetur zemër? Ku po shkon ti? A nuk është ende herët? Në shkollë. Mendova të ikja pa më parë njëri. Nga kush po fshiheshe se? Nga Ozani? Prit një minut ashtu. Ju do takohesh dje, unë harrova të pyes çfarë ndodhi. Lere fare. Dje nuk patëm kohë të flisnim nga inati dajes time dhe ashtu. Pastaj, s'ka asgjë për të treguar. Si nuk ka asgjë për të treguar? Ai do të shprehte ndjenjat? Ja pra, doli që unë pas kam qenë budallaqja. Djalit po i pëlqejnë të dikush tjetër, a të besohet kjo? Madje dje më thiri vetëm për të ma thënë këtë, që të mos kishte keq kuptime mes nesh. Si? Pra, si mund ta keq kuptoj njeriu këtë? Edhe unë mendova se të pëlqente ty. O zot, apo tallet ky djalë? Aman, si do që të jetë. Le ta pëlqej këtë doja ai, s'më intereson. Ç'më duhet mua? Edhe ti mos u mërzit, në rregull? Shihemi në shkollë. Shihemi. Mirëmëngjesi, profesor. Mirëmëngjes, bija ime. Asla nuk është vajza jote. Tarek? Akoma nuk e ikur ty? Po shkoj, u vonova duke pirë kafen. Me kë po shkruesh? Me askënd. Çfarë po bën, Sibel? Dua ta shoh me kush është ky askushi. E pe pra. Po lexoj lajmet. Më sim të mbar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Nan, sot afër shkollës do të hapet pazari. A mund të shkoj pas punës? Nuk ka nevoj. Pse? Unë pas kam harruar rëvezët, po shkoj t'i marr. Sepse nuk do të shkosh në punë. Sot do të shkoni në fshat me nënën tënde.
Kalo? Kalo pra, kalo ti? Kalo? Acarues. Qëfar të kam bërë unë, baba? Qëfar bëra që ta meritoj këtë? Unë të tregova gjithë qka ty. Pse nuk po më beson? Do ta shohim edhe tezën pak. Ka kohë që nuk kemi shkuar. Do të bënte mirë nëse ndryshon pak ambientin. Nuk ka fare lidhje me ndryshimin ambientit. Ju po më ndëshkoni mua. Po e bëni që të me largoni nga këtu. Elil, mos ma sprovo durimin. Nëse them se do të shkoni në fshat me nënën tënde, atëherë do të shkoni. Po më akuzoni pa të drejtë, baba. Mirë. Unë deri sot kam bërë gjithmonë çfarë keni dashur ju. Tani e tutje do të bëj të njëjtën gjë. Nuk do t'ju turproj më gjatë. Po shkoj ta njoftoj shefin. Do ta njoftoj unë, ma jep. Pasaj në fshat nuk të duhet telefon. Nuk ka sinjal. Paktën mos ja merri telefonin Jashar. Nuk ka telefon fare. Ai djali i dyshim do ta marr dhe do ta shqetësoj. Nuk do ta lë rehat. Unë gjithë jetën kam jetuar me nder. Nuk do lejoj që të flasi keq për mua. Mirë se erdhët në shkollën tonë, zoti Fatih. Mirë se ju gjeta, zotër Mimtaz, faleminderit shumë. Të punoj në këtë shkollë dhe të jem koleg me një njeri kaq të vlefshëm si profesor Tariku, është një fat i madh për mua. Fat, po fat. Sidomos, kur mendon problemet që keni pasur në shkollet e mëparshme, pranimi juaj këtu qenë ka vërtet një fat. Po, ngjarjet që kam përjetuar kanë qenë të pakëndshme. Dërsa përpishesha të bëja atë më të mirën për xënësit e mi, pata mos marrëveshje me drejtuesit. Fatkeqësisht, ata shikonin fitimin para cilësisë së arsimit, prandaj Këtë sjellje prej mësuesi shembullor ruaje për nxënësit e tu. Mimtaz. Po ta them këtë tani. Po të pranojmë në punë, por vetëm për shkak të këmbguljes së profesor Tarikut. Nëse do qëndrosh këtu për një kohë të gjatë, kjo mvaret nga ti. E kuptova. Zotëri Mimtaz, faleminderit. Nëse më lejoni, po shkoj në mësim. Nuk e mban dot gojën mbyllur, apo jo? Pa tjetër duhet t'u afusësh frikën njerëzve. E po, Tarik, duhet të di ku ke ardhur. Dhe kjo është puna ime. Fatiu ka qenë zënësi im dikur. Është shumë i zgjuar dhe punëtor. Edhe ti do ta kuptosh shpejt këtë gjë. Prit një minut. Prit, do me thënë ti bëre planet që të rije vetëm me Ozanin? Ndërsa i e kaloi gjitha të natë me Aslën? Madje brenda një grope? Sa bukur! Pelin e dashur, të thashun pra, kishin dalë të më kërkonin mua. Fillimisht Asla ra në grop dhe pastaj disi ra edhe Ozani. Pra mbetëm bash nga halli, vetëm nga halli mbetëm bash. Kjo është edhe më keq. Ai, ata me siguri janë afruar me njëri tjetrin nga i ftohti. Ai Berçin, kush e di çfarë tjetër mund të ketë ndodhur në atë grop? Të them diçka, brenda 2 ditësh bëhen çift ata. Zemra ime, mos fol pa ditur asgjë ti? A më merr për budallaqe? Sigurisht që i mora masat. Asë dhe Ozani vështirë se do t'i bëhen bashkë përsëri.
E si kështu? Sepse i thash Ozanit që Aslı po përpiqet të na afronte neve të dyve. I thash që ideja e shtëpisë në mal ishte e saj. Pra, Ozani nuk e di që Aslı erdhi atje me detyrim nga unë. Shiko. Je frikshme ti. Mirë po bravo të qoftë, të lumt. Ozani është djalë krenar. Në fund ai mendon që Aslı po përpiqet të gjente dikë tjetër. Ndërsa Aslı, vetëm sepse më quan shoqe, nuk thot asnjë fjalë më tepër. Aj, fshatare. Fillestare, katastrofë. Vishet mërësisht keq. Berçin? Ha, erdhi baba im, shihemi. Baba i dashur? Ku do shkojmë për drek? A shkojmë? Jo edhe aq kushërir? Da ime të proj fare këtë herë? Çfarë është kjo, po të dërgon në fshat? E bën që të më largoj nga këtu, pra. Po më ndoshkon pas një faja i mua. Aslı, e di çfarë? Askush nuk më uroi. As edhe një njeri nuk më tha bravo pas ke fituar bursë. Askujt nuk intereson fare. Të betojmë se nuk e di çfarë të them. Daim zakonisht nuk do bënte gjëra të tilla. Ai do të donte që ti të vazhdoje shkollën. Nuk e di kush ja ka mbushur mendjen kështu turp. A dëshiron të vijun, të flas me Dajen, ë? Jo, mos hajde. Pastaj do të zemërohet edhe me ty. Sidoqoftë ne do të nisemi pas pak. Nuk do mbrish. Jo, nuk e kuptoj pse duhet të shkoni kaq me nxitim në fshat. Mos shaj më, të lutem. Në fundit ai nuk do të mbajë atje për gjithmonë. Do rrini disa ditë dhe do ktheheni. Dhe deri atëherë të gjithëve do t'u ketë kaluar i nati. Edhe ti do të qetësohesh pak. Të dua shumë ty. Mos lejo askën të lëndoj. Edhe unë ty të dua shumë. Në fakt ti mos u mërzit. Dhe dëgjom, ki kujdes nga i Ozani derisa nuk jam unë këtu. Në rregull. Mos u bëj merak ti. Flasim kur të kthehesh, në rregull? Rrug të mbar, zemrëhime. Jaz, e ke parë Aslën? Jo, nuk e kam parë. As i Lyli nuk ka ardhur akoma. E ku është mërë kjo vajzë? Çfarë ndodhi? Edhin se unë jam vërtet koktrash. Ja theva zemrën parë syje. Nëse e she, të lutem më lemëro. Duhet që të flas patjetër me të. Në rregull, vlla. Pelin, a ke parë Aslën? Nuk e di. Varet sepse po pyet. S'kam nerva tani, Pelin. A e pe apo jo? Herën e fundit ishte te biblioteka. Do të kemi thashë theme. Edhe për sa kohë do të më rrish mbi kokë? Duhet që të flasim bashkë. Ikë që këto, po studioj unë. Duhet që të flasim tani. Shht, po studiojmë këtu. Më falni. Kjo është bibliotekë, e janë në vete. Atëherë mos më detyro të bërtas. Dil jashtë, po them se duhet të flasim. Sa të duash bërtit. Unë nuk vi askund me ty. Ashtu që nga?
Çfarë është kjo? Alarm zjarri. Edhe zjarri na mungon të tani. Ti çfarë po bën këtu? Dil jashtë. E po ti nuk erdhe, prandaj bësh aty sa këtë vend. Ti pas ke luajtur mendsh. Kjo është e tepërt. Çfarë po ndodh? Po, kam luajtur mendsh. Më çmendi kokforcia jote. Ja ik tani. Mos më bezdis më shumë. Të paktën më dëgjo. Më lër të shpjegoj. Nuk dëgjoj. Mos u mundo kot. Shko dhe fol me dikë tjetër. Për shembull, me atë vajzën që e do. Ajo do të dëgjoj. Kokforte. S'dëgjon fare. Ja aq kokfort sa që thjesht doja të thosha. Të kam keq kuptuar, më fal. Por ti nuk më dëgjon. Çfarë po thua ti? Për kë je duke folur? Thuaja hapër, kush është ajo vajzë? Bombë! Je vetëm ti, Asla. Vajza që më pëlqen, je ti. Të shohim çfarë stuhije ka shpërthyer brenda. Jashari me siguri është të tërbuar. Ai djalë nuk do t'i afrohet më kurrë i Lylit afër të them. As të mos i afrohet fare. Hajt pra, le të shkoj në punët e veta. Të mos më prish punë mua. Koraj. Brenda të sillesh me edukatë dhe si djalë i mirë që të shohin ata se çfarë djali je, le ta shohin. Fillimisht fito zemrën e Jasharit, pastaj xhepin e tij. Mirë. Oh, biri im i shtrejt. Po më bestis tani, mjaft më. Mirë. Mirë se erdhe, Razia. Mirë se ju gjeta. Urdhroni. Urdhroni. Hyni brenda. Faleminderit, Nuran zemër. Mirë se erdhët, urdhëroni. Mirë se ju gjeta, zotri Jashar. Jashar vëlla. Ne erdhëm, por... Zotri Jashar, si duket ju nuk dukeni mirë. Mos erdhëm në moment të papërshtatshëm. Jo, Razi, si mund të flasësh kështu? A ndodh diçka e tillë? Me çfarë fytyre keni ardhur ju këtu? Zoti na ruajt. Elil, çfarë po bën? Nuk të vjen torp ty, vëlla Koraj? Nuk të vjen torp ta shpifësh? Çfarë shpifje, Elil? Ti e di vetë çfarë ka ndodhur? Nga ta di unë? Si ta di? Ha? Për shkakun të ndon humba punën. Më keni bërë pa drejtësi. Elil, mjaft, shko në dhomën tënde. Për shkakun tënd baba im nuk më shikon në sy. Por bia ime, ne nuk bëm asgjë. Koraj thjesht u përpoq të mbronte që të mos bëje ndonjë gabim, ti thjesht. Kërkojmë falje, është pak e mërzitur. Prandaj edhe po sillet kështu tani. S'ka problem, Nuran zemra ime. Është ende fëmijë dhe një ditë do t'i vi mendja asaj. Me të mirë të shkojmë një herë në fshat.
Kur të rri pak vetëm atje, do t'i vi mendja ndoshta. Ju a do të shkoni në fshat? Ha? Berqin. Hajde moj, hajde shpejt se do të rënditesh. Çfarë ndodhi? Çfarë është? Çfarë të thash unë ty? Ai, Nuran zemër, qfar rastësi e qenë ka kjo gjë? Edhe ne po flisni me Korajin. Tham të shkojmë në fshat dhe të rregullojmë kopshtin. Madje tham që të shkojmë nesër, apo jo Koraj? Nuran, zemra ime, me që zoti Jashar do të qëndroj këtu, do të ishte shumë mirë që Koraj të jetë me ju. Nëse ju duhet diçka, ai do t'ju ndihmoj me një herë. Faleminderit, Razie. Mjafton që mendove. O Zot, çfarë të bëj unë tani? Berqin? Nën? Ç'është kjo gjendje moj lulja ime? Janë puthur ata. Aslı dhe Ozani janë puthur. A. Pse nuk zhduket kjo vajzë nga jeta ime? Pse? E urrej Aslën. A do të vojë unë gjithmonë për saj, dreqet e marë, e urrej Aslën. E urrej, Dal, qarë po bëndi? Le të zhduket nga jeta ime. Nga dora, vajza ime, të lutem, mos e bëj këtë, mos e lëndo vetën. Le të zhduket nga jeta ime. Pse e zgjedh atë? Dhe jo mua. Çfarë ka ajo që unë nuk e kam? Çfarë ka ajo? Çfarë ka ajo që... Shht, mirë, qetësohu tani. Çfarë ka ajo më shumë? Dhe vazhdojmë të luajmë kështu kapi macja me unë? A nuk kam të drejtë të dëgjoj dhe unë? Ti më pëlqen shumë. Jo. Nuk më pëlqen. Unë të pëlqej. Nuk më pëlqen. Po të pëlqej. Madje duke shumë qartë që të pëlqej. Më pëlqen, po. Au bë? E dëgjova atë që doja të dëgjoje? Në rregull?
Berqin? Berqin? Mblidhe veten? Ti e vajza ime. Ajo vajzë nuk të arrin as të thoj. Përsa ko Aslı është këtu? Ozani as nuk do të më shikoj mua. Atëherë dhe ne do të gjejmë një mënyrë për ta larguar atë. Si do ta largojmë pra? Do ta turpërojmë aq keq sa nuk do të mund të dalë më para njerëzve. Do të largohet vetë. Kjo është zgjidhja. Do ta postosh video në internet. Të gjithë le ta shohin. Vetëm për një gjë dua të bësh kujdes. Ozani nuk duhet të dyshoj asnjëherë te ti. Në rregull? E dija që edhe ti më pëlqej mua. Ja, mirë. Mos u afro kaq shumë. Dikush më do na shoh tani. Nuk e kam unë në dorë. Ti je shumë e bukur. Ozan. Ne nuk mund të jemi bashkë. E pse? Ka shumë pengesa mes nesh. Ndjenjat e Bergjinit janë ende të freskëta. Nëna ime, më rëndësishme është ajo. Nuk do fare që ne të jemi bashkë. Madje po më pengon edhe të takohemi. Unë nuk mund të jem e lumtur kur ata nuk janë. Sipas meje, duhet t'i japim pak kohë. Unë do të bëj gjithçka që ti të jesh vetëm e lumtur. Mos u shqetëso, sepse kam një plan. Tani ti nuk do të kesh nevojë të shqetësohesh për askënd. Ozan, të lutem. Shiko, mos bëj asgjë. Le të shqetësohen pak gjërat. Edhe ti ki pak durim me mua. Nuk funksionoj. E Berqin, pse po përpiqem të hyjmë në llogarinë e Ozanit? Zemra ime, videot e Aslit dhe Ozanit duhet t'i ngarkojmë nga llogaria e Ozanit. Mendoj si një lloj deklarimi dashurie. Pra sikur po thon të gjithë ta dinë që jemi bashkë ne të dy. Berqin, kështu asnjë nuk do të dyshoj që e ke bërë ti. Ka kuptim. Vajz, këtu çështja kryesore është Aslı. Kur ti shoh videot e publikuara, nuk do të flas më kurrë me Ozanin. Dhe përveç kësaj, fluturajon e vogël e ëmbël do të turpërohet para gjithë shkollës. Ide fantastike. Po, fjalë kalimin që do ta thyejmë? Nuk e di, po provoj gjëra të ndryshme. Po vendos datën e lindjes së Ozanit, por nuk po del. Data e lindjes. Xhaxha Selim. Data e lindjes së babait të ndjer të Ozanit. Provo. U bë. Hajde shpejt. Hajde. Qeshni tani, qeshni ju. Të shojmë kush do qeshi fundit. Hajde. Ju qof punë e mbar. Tarika. Ka ardhur koha prapë për botoksin tim. Por rudhe më shpejt për shkak të Tarikut. Nën, puna mbaroi. Videon e postova. Mandje e bëra nga llogaria e Ozanit. Kjo është vajza ime, të lumt ty vajzë. Po tani çfarë do bëjmë? Ti bëre pjesën tënde tani. Është radha e mamit. Kam një plan të vogël për ta bërë situatën edhe më të fortë. 2. Qërtim. Nëse nxënësi e përsërit për herë të dytë sjelljen për cilën më parë ka marrë paralajmërim. Pse qeshim?
Me qëra fjala urime? Është ende e herët për urime. Pse? Aslë thotë se nuk mund jemi bashkë. As nëna e saj nuk e do këta. Dhe ka të drejtë. Pse do të donte një problematik si unë? Prindërit e tyre nuk na duan, vlla. Mësohu me këta. Unë po pres lajm nga e Lyli që nga mëngjesi. Çfarë ndodhi? Baba i saj na pa duke u përqafuar. Në shtëpi ka shpërthyer luftë. Më vlla, duhet të dalësh përpara dhe të flasësh hapur. Të duash nuk është krim. Unë do flas edhe me mamën e Aslës. E ti shko fol me babajnë e Lylit, kjo është më mira. Ti shumë mire ke. Por po të më shohaj njeri më mbyt në vend. Gjithë të lashet i mbesin asaj. E përsërit për herë të dytë sjellin. Si të duash. Unë do të flas. Doni edhe çaj djema, se dihet pa çaj nuk bëhet muhabet. Më fal, profesorish. Më falni, profesorish. Rrugë të mbarë, motër. Faleminderit. Përshëndetje, tezen. Atje në fshat do të dëgjosh nënën tënde. Tani je zemruar me mua. Por çfarëdo që të bëj, e bëj për të mirën tënde. Hajde, miru pafshim. Edhe ti ktheu në punë Jashar. Kur të mbërrim do të marrim në telefon. Hajde, bja ime. Urdhroni, zonja Sibel. Zotri Jashar, a mund të flas me zonjën Hedie nëse është e lirë? Sibeli dëshiron të flas. Zonja Sibel. Urdhroni, zonja Sibel? Ah, zonja Hedie, më falni që ju telefonova kështu pa pritur, të lutem. Nëse jeni e lirë, a mund të vini për të më pastruar shtëpin? E di që ndihem në siklet nda jush. Më besoni se jam në zor. Nuk di se kujt i drejtohem. Ju lutem mos më refuzoni. Në rregull, patjetër që do vi. Asla? Pse i Lyli nuk erdhi sot e porta? Hajde pra, le të plas bomba. Pa e kuptuar ata? Duhet që videon ta shohin sa më shumë njerëz. Jaz, ata do shkojnë sot në fshat me nënën e Lylit. Në fshat? Po sa do qëndrojnë atje? Nuk e di. Besoj se daja im dëshiron ta mbaj për një farë kohë larg atij. E gjithë kjo është faja im. Mirë, shihemi. Shihemi. Mirë pafshim. Me të vërtet më shpëtuat jetën time. Shpëtin e njihni tashmë. Do ta pastroni pa u lodhur shumë. Ah, besoj se erdhi Zhuride. Mirë se erdhe e dashur. Mirë se ju gjeta. Përshëndetje, zonja Hedie.
Zonja Hedje, para se të filloni punët, si thoni të pim një kafe në të treja? A mund të përgatisni ju? Po, sigurisht që mundem. Shpresoj se nuk e ke thirrur këtu përsëri për ta mërzitur. Ai, çfarë po thua? Ato të bëja një gjë të tillë. Unë madje i kërkova edhe falje. Në rregull? Mirë atëherë. Përse e duke me ndjekur mua? Nuk e di nëse e ke vënë re, por ne studiojmë në të njëjtin universitet, mësojmë bashkë. Shiko, nëse vazhdojmë të rrim vazhdimisht për njëri tjetrin, Ja arsyeja. S'kam mbetur më askush pa dëgjuar në universitet. njerëzit do ta keq kuptojnë. Le ta keq kuptojnë. Jo, nuk dua të flasin kot. Po të them nëse e merr vesh nëna ime do të mërzitet shumë. E ti pse nuk më beson? Do ta zgjidh vetë atë çështje. Pikërisht nga kjo kam frikë. Kur thua se ti do ta zgjidhësh, e di se do bësh ndonjë marrëzi. E ku po shkon? Në kafene, do të studioj të drejtën civile. Super, edhe unë po vi atëherë. Nuk është e ndaluar që të mësojmë bashkë, apo jo? Aman, kur do të niset ky minibusi? Po shkoj ta pyes pakun. Në rregull, ma jep mua çantën ta mbaj. Alo? Jaz, unë jam e Lyli. Eylül? Ku je? Ashtu, Me kë po flet ti? Si po kalon me tarokun? Si gjithmonë njësoj. Por nuk dyshon më, apo jo? Jo, zemër nuk dyshoj, ndonjëherë ndihem edhe kështu. Urdhroni, Zonja Hedje, faleminderit, ju lumshin duart. urdhroni. Të lumshin duart. Edhe djali yt pas ka postuar një video. Kohët e fundit po poston mjaft foto ai. Ai jo tani. Çfarë ndodhi? Çfarë foto? E po tani më vjen keq që e pash këtë kur ju të dyja jeni këtu. Nuk e prisja këtë sjellje as prej Ozanit as prej Aslit. Prej Aslës? Çfarë ka bërë Aslı? Ma je pak çfarë ka postuar? Ajo... Por në fund të fundit do ta shihni edhe ju. Në rregull, po e tregoj tani. Pse po na shohin të gjithë neve? Çfarë ka ndodhur? Pse po shikoni kështu? Çfarë prisje të ndodhte pasi e postove ti atë video? Cilën video, Berçin?